Ajo është një personazh që ka qenë në qendër të vëmendjes së mediave rus. Po flasim për Xheneta Fetahun, për sa kohë ishte në shtëpinë më të famshme në Kosovë, ajo zhvilloi një romancë me Gjestin. Edhe pse gjërat nuk shuan aq mirë, Xheneta Fetahu kishte akuza të forta për Gjestin, për sa kohë ai ishte brenda shtëpisë së famshme. Por pas një kohë të gjatë me punë, Xheneta Fetahu ka zgjedhur të relaksohet në pushime luksoze në Dubai, së bashku me partnerin e saj misterioz. Por së fundmi, ajo ka publikuar disa foto të jetë provokuese në rrjetet sociale, ku shfaqet me një fustan të shkurtër dhe elegant. Ky detaj nuk ka kaluar pa komentuar nga fansat, por ajo që bie më shumë në sy është fakti se partneri i saj nuk duket as pak xhelos për këto paraqitje të guximshme, por përkundrazi, ai duket se e mbështet Xhenetën në çdo hap të saj. Nga ana tjetër na duhet të kujtojmë se Gjesti ka deklaruar se nuk do të shohë më sy Xhenetës dhe tani ai është në një raport romance me Egli Takon.